Ministria e Mjedisit Jetësor dhe ajo e Transportit do të marrin më së shumti para për shpenzime kapitale me ribalancin e buxhetit për këtë vit, zbuloi Ministri e Financave Gordana Dimitrievska Koçoska, duke prezantuar projekcionet e rebalancit të buxhetit që u miratua nga qeveria. Министерството за животна средина е број еден министерство кое што најмногу дополнителни средства има обезбедено за капитални расходи, тоа се 2,3 милиарди денари. Значи Министерството за животна средина. Од кој, речиси, 1 милиарда проширивме буџет од нивните сопствени сметки. Дел се од кредити. Министерството за транспорт, таму знаете и реализацијата на почетокот на годината беше огромна. Они речиси да немаат веќе средства на ставката за капитални расходи. Понатаму е Министерство за образование и наука со 426 милиони, следно Министерство е Министерството за здравство, со исто така тука и Државната изборна комисија, затоа што и тие имаат одредени потреби за инвестиции. Ajo sqaroi se krahasuar me buxhetin me ribalancin, pjesa e shpenzimeve të buxhetit rritet për rreth 179 milion euro, prej të cilave për investime kapitale ka shtesë për 100 milion eurosh. Dimitrievska Koçoska tha gjithashtu se nuk do të rritet përqindja e deficitit buxhetor në BPV dhe ai do të mbetet 4,1%. Особено значајно е што со ребалансот обезбедуваме дополнителни средства за капитални инвестиции, кои достигнуваат околу 46 милиарди денари и се зголемуваат за околу 5,8 милиарди денари, што е зголемување од 14,5% во однос на inicijalniот buxhet. Ministria informoi gjithashtu se rritja të shpenzimeve do të ketë edhe për paga, që është rritur për 1,1 miliard denar. Me këtë ribalans, të ardhurat e përgjithshme mbeten në kuadër të projektuarave, përkatësisht rishikohen nga 374,9 miliard denar në 379,2 miliard denar. Shpenzimet e përgjithshme rishikohen në 425,2 miliard denar. Deficiti rritet nga 39,2 miliard denar në 46,1 miliard denar. Deficiti buxhetor dhe detyrimet për shlyerjen e borxhit në shumën e përgjithshme prej 76,4 miliard denarësh do të financohen përmes kombinimit të huamarrjes së brendshme dhe të jashtme. Me këtë rast, mbi 54 miliard denar janë të dedikuara për servisimin e rregullt të detyrimeve ndaj kreditorëve të huaj, ndërsa rreth 20 miliard denar për shlyerjen e borxhit të brendshëm.